Seanca plenare në Kuvend ka nisur me tensione të larta dhe akuza të ashpra, ndërsa opozita përfshi kryedemokratin Sali Berisha ka lëshuar akuza të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama, duke e lidhur emrin e tij me dëshmi për porosi vrasjesh dhe korrupsion galopant. Mazhoranca nga ana tjetër ka zgjedhur të mbrohet me progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Çfarë deklaroi komisioneri atje? Përgëzoi Malnezi që filloi hartimin e traktatit dhe vazhdoj me një frazë pa cituar Shqipërinë. Lufta kundër korrupsionit dhe shteti ligjor, vetë kuptoi Shqipëria, mbetën themelet të këtij procesi. Pse turprohi nga veprat e tij dhe nuk e nxirrni, po pranoni tullmotis në ato mbledhjet e asamblesë, çfarë donë, çfarë nuk donë. Pse nuk del këtu? Cila është arsyeja që e fshihni atë? 3 ditë më parë akuzuar në sallën e gjyqit ndën betim se ka porosit vrasje. Jeni dëshmitar kur i thoshte tjetrit ta dim targen. Kur i thua tjetrit të di targen, do të thotë të marrë nishan. Akuzave të Berishës i është përgjigjur kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, duke u ndalur tek procesi i integrimit. Balla i cilësoi qëndrimet e opozitës si balt dhe u shpreh optimist se viti 2030 do ta gjejë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Pritshmëria e Shqipërisë për të përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është shumë realiste. Madje po citoj këtu komisioneren Kallas, e cila tha që Shqipëria, bashkë me Malin e Zi, duhet të bëhen gati për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane të vitit 2029. Ky është fakt. Dhe nisisht hiqni dorë nga gjithë kjo balt që hidhni kundër Shqipërisë. Nuk e keni Shqipërinë vend armik, po jeni pjesë e pazëvendësueshme e demokracisë së vendit tonë. Ndërkohë deputeti demokrat Kleviz Balliu u ndal te skandalet e pasurisë së zyrtarëve të lartë, duke përmendur ish drejtuesen e Akshit Mirlinda Karçanaj. Balliu hodhi dyshime se nëse vartësit kanë vila në çdo pyll, pasuria e kryeministrit mbetet e pallogaritshme. Sklevërt e Edi Ramës kishin qindra miliona euro dhe kishin gjithë të pasurit palujshme. Sa pasuri ka shefi i tyre? Edi Rama. Për sa i përket Europës dhe gjuhës për Shqipërinë, ka vetëm një parti këtu që e mbron Shqipërinë. Se të denoncosh krimin dhe të luftosh krimin, nuk do të thotë luftosh Shqipërinë, do të thotë të luftosh qeverinë e krimit. Nga ana tjetër, salla e Kuvendit u përfshi nga ironit kur deputeti Sajmir Korreshi u ankua për vonesat e interpelancave me ministren e shëndetësisë. Me nder jush, kam bërë dhe unë një kërkesë për interpelancë me shoqe ministre punëve të shtetit. Tani janë kategorizuar këtu deputetët, ne fshatarëve nuk na vjen radha. Kujtohet para 90-s, në ato vitet e qoftë largut, kur maja radhën për vajguri, sa i që vinte mua radha s'kishte vajguri maronte. Edhe kjo pjesë e interpelancës po të njëjtën nivel jemi. Mazhoranca me 74 votat e saj rrëzoi kërkesat për interpelancë të deputetëve Xhelal Mziu dhe Erald Kapri me ministrin e bujqësisë Sandis Salla. Ndonse Kapri insistoi se publiku duhet të di fatin e fondeve të IPARD-it, socialistët argumentuan se çështja nuk mund të diskutohet për sa kohë është nën hetim nga SPAK-u. Prandaj, zoti kryetar, duhet ta rishqyrtoni kërkesën tonë për pranimin e interpelancës. Nuk ka lidhje se çfarë po heton SPAK-u, se ne nuk e dim çfarë po heton SPAK-u, por ne dim që ministri ka premtuar fondet e IPARD-it në qershor dhe duam të dim nëse ministri do e mbaj premtimin. Ju fshet pas një justifikimi sepse është SPAK që po heton fondet e IPARD-it, po kjo është një shtrembrim i rrezikshëm i kushtetutës. Janë pra dy pushtete absolutisht ndara, nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Ju po i përzirni qëllimisht këto për të krijuar një alibi që të mos përgjigjet ministri. Ne nuk kërkuam të bëhemi prokuror për ministrin, por ne kërkuam që të bëhemi avokat i situatës kaotike që po kalon sot bujqësia. Përkundër insistimit të opozitës, kalendari punimeve u miratua mes debatesh, duke lënë pas një tjetër të enjte të ngarkuar me akuza për krime dhe korrupsion.